Përshëndetje miq, sot është data 18 mars dhe siç e shikoni po shartoj ullin. Këta ullin janë 10 vjeçar, por me që nuk kanë dhënë ndonjë rendiment kush e di, unë kam vendosur të shartoj me një varietet koronek. Përgatisim kalemat cilat unë preferoj të vendos 1 vjeçar, jo më të trash. Por gjithsesi, do të shikojmë që kalemat jenë të pjekur dhe të kenë sythat e plot. Unë i kam zgjedhur kalemat në gjatësinë 15 deri në 18 cm dhe me 2 kate sythash, pra me 4 sytha. Pasi t'i vendosim të gjithë, i shtrëngojmë me këtë ngjitse e cila edhe i mban, por edhe nuk i dëmton, pra edhe nëse nuk e heqim shpejt, kjo ngjitse lejon trungun që të trashet dhe nuk i dëmton as kalemat dhe as lëkurën e trungut. I ngjeshim pak kalemat që të kenë kontakt më mirë me drurin, me trungun. Të kryqëzimin me ngjitse bëjmë parësye se aty ku kam vendosur kalemat, paksa është larguar edhe lëkura nga trungu. Me këtë pastën ne bëjmë izolimin komplet të trungut dhe në afërsi të kalemave, pra një izolim komplet. Ajo do ta mbrojë nga lagështira edhe nga thatësira, por edhe nga mikrobët, insektet dhe faktorët e tjerë të klimës. Unë, siç do ta shikoni edhe më vonë, gjatë videos, do t'i mbështjell edhe me plasmas dhe do t'i mbush me dhe, sepse dheu nuk e lejon që të dëpërtoj diellit dhe nxehtësia, pra do t'i mbrojë trungun dhe kalemat. Ja dhe përfundimi.